Nëse fëmia yt nuk të respekton, vepro kështu, udhëzuesi plot për prindër të mençur, mungesa e respektit nga fëmia nuk është thjesht një sjellje e keqe, është një thirrje për ndihmë, drejtim dhe strukturë. Nuk ka prind që nuk është ndjerë ndonjëherë i pafuqishëm kur përballet me fjalë të ashpra, sjellje arrogante apo shpërfillse nga fëmia i tij. Por ky moment nuk është fundi. Është një mundësi edukimi për ty dhe për fëmijën. Kjo video është për ty, që do të rrisësh një fëmijë të përgjegjshëm, të sjellshëm dhe të vetëdijshëm, pa dhunë, pa bërtitje dhe pa ndëshkime të verbra. 1. Kuptimi i vërtet i mungesës së respektit. Fëmijët nuk lindin me respekt. Ata e mësojnë ata. Kur një fëmijë nuk respekton prindin, nuk është sepse e urren apo do ta dëmtojë, por sepse nuk ka ende mjetet emocionale për të përballuar ndjenjat që përjeton. Mungesa e respektit është shpesh një formë proteste kundër diçkaje që nuk po funksionon, një pasqyrim i sjelljeve të mësuara nga jashtë, shokët, interneti, familja, një klithmë për vëmendje, kontroll ose drejtim, një mungesë kufish të qartë dhe të qëndrueshëm në shtëpi, pra, në vend që të reagosh me mlef apo turp, pyet veten, çfarë po më tregon kjo sjellje? Ku ka nevojë për ndihmën time ky fëmijë? 2. Mos e merr personale, por mos e neglizho. Fëmijët mund të thonë gjëra si nuk të dua, më vjen turp që je prindi im, apo s'më plas fare për ty. Këto fjalë dëmtojnë, por janë më shumë shprehje emocionesh se sa realiteti i ndjenjave. Një prind i fortë emocionalisht nuk bie në grackën e fjalëve fyese, por kupton se pas tyre qëndron zemërim, shgënjim ose mungesë kontrolli emocional. Por kjo nuk do të thotë ta lejosh të ndodh pa pasoja. Sjellja duhet adresuar me qetësi, vendosmëri dhe edukim të vazhdueshëm. 3. Mëso fëmijën si të shprehë ndjenjat pa mungesë respekti. Fëmijët nuk lindin me aftësi për të kuptuar emocionet apo për t'i menaxhuar ato në mënyrë të shëndetshme. Një fëmijë që thërret je budalla. Në të vërtetë mund të ndjej frikë sepse nuk po e merr atë që do, zemërim sepse ndjehet i padëgjuar, mërzi sepse ndjehet i refuzuar. Zëvendësoje sjelljen me fjalë, në vend që të thuash je budalla, mund të thuash: jam i mërzitur me ty sepse nuk më lejon të luaj. Ky është edukim emocional. Kërkon kohë, por ndërton karakter. 4. Ndalo shpërblimin e sjelljes negative me vëmendje të tepërt. Prindërit shpesh e vënë gjithë fokusin tek sjellja e keqe dhe neglizhojnë sjelljen e mirë. Kështu, fëmia mëson se e vetmja mënyrë për të marrë vëmendje është duke u sjellë keq. Sekreti, injoro, me mençuri, provokimet që kërkojnë vëmendje të tepërt, forco dhe lëvdo çdo shenjë sjelljeje pozitive, edhe të vogël, të falenderoj që më the të lutem. Jam shumë krenar për ty që po përpiqesh të jesh i sjellshëm. 5. Vendos rregulla të qarta dhe pasoja të qëndrueshme. Një fëmijë pa rregulla është si një anije pa timon. Ai ka nevojë të di çfarë lejohet e çfarë jo, çfarë ndodh kur thyen rregullin, që prindi nuk e ndryshon mendimin sipas humorit. Shembull, rregull: në këtë shtëpi flasim me respekt. Pasojë: nëse nuk më flet me respekt, nuk do kesh të drejtë për telefon për 2 orë. Por kujdes, pasojat nuk janë ndëshkim, janë mësime. 6. Fillon nga vetja. Fëmia yt është pasqyra jote. Nëse ti, bërtet kur je i mërzitur, ofendon kur je i lodhur, injoron emocionet e tij, atëherë edhe ai do sillet kështu. Prindërit janë modeli i parë i sjelljes. Nëse ti do respekt, trego respekt. Edhe kur fëmia është i vështirë, ruaj dinjitetin. Kjo është mënyra më e fuqishme për ta edukuar. 7. Jep dashuri, jo tolerancë për mungesë respekti. Dashuria nuk do të thotë të tolerosh sjellje të papranueshme. Dashuria e vërtet vendos kufi, mbron dinjitetin dhe formon karakterin. Të dua shumë dhe për këtë arsye nuk mund të lejoj të më ofendosh. Kur fëmia ndjen se dashuria jote është e palëkundur, por e shoqëruar me udhëzim të fortë, ai ndjehet më i sigurt dhe më i prirur për të bashkëpunuar. 8. Kupto kontekstin më të thellë të sjelljes. Shpesh, mungesa e respektit nuk ka të bëjë vetëm me momentin, por me stres në shkollë, xhelozi për motrën apo vëllain, mungesë kohe me prindin, ndikim nga rrjetet sociale, probleme shëndetësore mendore si ankthi, ADHD, depresioni, zgjidhja.
mos trajto vetëm sjelljen, por shiko edhe rënien që po e ushqen. Bëhu i vëmendshëm ndaj ndryshimeve të humorit, orarit të gjumit, notave, ose rrethit shoqëror. 9. Ndërto komunikim të sinqert, dëgjo më shumë, flit më pak, fëmijët nuk duan predikime. Ata kanë nevojë të dëgjohen, jo vetëm të korrigjohen. Kur ndihen të dëgjuar, janë më të prirur të dëgjojnë dhe ata përdor fraza si: "Më trego çfarë ndodhi që të bëri të ndihesh kështu?" Mos e ndërprit kur flet, mos e tall, mos e minimizo dhimbjen e tij. Komunikimi është urat që lidh zemrat, jo vetëm një mënyrë për të dhënë urdhra. 10. Kujdes me teknologjinë, po i ndikon më shumë se mendon. Shumë fëmijë imitojnë sjellje nga YouTube, TikTok, video lojra, influencera që promovojnë arrogancën si fuqi, zgjidhja, vendos kufi në kohën para ekranit. Ndiq çfarë konsumon. Bëj bashk bisedime mbi çfarë sheh, si mendon, a ishte kjo sjellje e drejtë? Si do të ndihesh po të ndodhte ty? 11. Mos harro, fëmia yt nuk ka nevojë për një prind perfekt, por për një prind të vetëdijshëm, të gabosh. Do lodhesh. Do ndihesh i padobishëm ndonjëherë. Por qëndro i qëndrueshëm në misionin tënd. Edukimi kërkon durim, qetësi emocionale, përsëritje të pafundme, vetdashuri, sepse nuk mund t'i japësh respekt një fëmije nëse nuk respekton veten. 12. Kur sjellja bëhet toksike, mos u frikso të kërkosh ndihmë. Nëse fëmia bëhet dhunues, kërcënues, thyn gjithmonë rregullat dhe nuk dëgjon asgjë, nuk je e vetme. Psikologët familjar, pedagogët, madje edhe terapistët e sjelljes janë aty për të ndihmuar. Kërkimi i ndihmës nuk është dështim. Është akt i dashurisë dhe përgjegjësisë. 13. Ktheje shtëpinë në një vend ku mësohet respekti çdo ditë. Respekti nuk mësohet me një predikim të dielës, por në mënyrën si flisni në familje, në mënyrën si i trajtoni gabimet, në mënyrën si e falni njëri tjetrin. Në mënyrën si përballoni stresin. Shtëpia jote është shkolla më e rëndësishme e jetës për fëmijën tënd. Përmbyllje. Mos u dorëzo, ti po formon një qenie njerëzore. Kur përballesh me mungesë respekti nga fëmia, mos e shiko si një betejë që duhet ta fitosh, por si një mundësi për të formuar karakterin e dikujt që nesër do të ecë në këtë botë. Bëhu ai prind që është i fortë, por jo i ashpër, që flet me autoritet, por me dashuri. Që ndëshkon me qëllim ndërtimi, jo me shkatërim, që edukon me shembull, jo vetëm me fjalë. Dhe mbi të gjitha, mos harro kurrë, respekti nuk fitohet me frikë, por me dashuri të fortë, të qëndrueshme dhe të mençur.